Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Çudit mjeku, nëse vuani nga këto 3 sëmundje, nuk duhet të hani kurrë qep. Është vështirë të rendisësh të gjitha vetitë e dobishme të qepëve në një vend të vetëm si kjo video. Mjafton që të thuhet se pa të është vështirë të imagjinohet gatimi në shtëpi. Por qepa është e pakrahasueshme kur bëhet fjalë për shëndetin. Ajo përmban vitamina, minerale dhe është një mjet i fuqishëm në luftën kundër viruseve. Megjithatë, përkundër të gjitha këtyre përfitimeve, qepa mundet që të përmirësojë seriozisht shëndetin e të gjithë njerëzve. Ky ushqim ka pak kalori, 100 gram përmban vetëm 40 kalori, gjë që e bën atë ideal për të gjithë ata të cilët duan të rregullojnë figurën e tyre. Është jashtëzakonisht i pasur me vitamina B dhe acid askorbik. Gjithashtu qepa përmban edhe fitoncide, substanca aktive të cilat parandalojnë rritjen aktive të baktereve dhe viruseve. Kjo perime neutralizon punën e traktit tretës, është një diuretik i lehtë dhe eliminon toksinat. Hudhra është rëndësishme edhe për prodhimin e gjakut. Për shembull, ajo përmban kobalt, i cili është i përfshirë në vitaminën B12 dhe i cili është përgjegjës për formimin e eritrociteve, për punimin e kolesterolit dhe vitaminës D. Qepa ka shumë silikon, i cili është i nevojshëm për shëndetin e enëve të gjakut, kockave dhe flokëve. Megjithatë, ky ushqim super i shëndetshëm mund të jetë i dëmshëm edhe për shëndetin. Kjo perime super e shëndetshme ka edhe kundër indikacionet e saj. Sipas mjekut, nuk rekomandohet për persona të cilët janë diagnostikuar me pankreatit, gastrit apo ulcer peptike. Në këtë raste, qepa e freskët përjashtohet plotësisht sepse rrit aciditetin në stomak. Në këtë raste, qepa e freskët përjashtohet plotësisht të konsumohet e pagatuar, sepse ajo do të rëndojë stomakun. Nga ana tjetër, në qoftë se ju do të gatuani, atëherë lejohet sepse nuk i rëndon këto probleme. Por gjithmonë duhet të keni kujdes, edhe pse është një ndër perimet më dobiprurëse për shëndetin, konsumimi i qepës ndërkohë që ju trajtoheni me medikamente të caktuara mund të krijojë probleme serioze në shëndet. Zbuloni se për çfarë bëhet fjalë duke dëgjuar video në vijim. Aspirina kundërvepron me qepën. Disa njerëz janë alergjik ndaj qepës. Aspirina mundet që të rrisë edhe më shumë ndjeshmëri ndaj qepës në rast se jeni alergjik ndaj saj. Për të qenë akoma dhe më të sigurt, shmangni përdorimin njëkohësisht të tyre. Litiumi kundërvepron me qepën. Qepa mundet që të ketë efekt si diuretik, prandaj mundet që të pengojë nxjerrjen jashtë trupit të litiumit. Diuretikët munden që të rrisin sasinë e sodiumit të nxjerrë nga trupi nëpërmjet urinës. Nga ana tjetër, ulja e niveleve të sodiumit në trup çon edhe në rritjen e niveleve të litiumit duke rritur kështu efektet anësore nga litiumi. Ky ilaç përdoret për trajtimin e çrregullimeve të depresionit e të tjerë. Ilaçet për diabetin mundet që të kundërveprojnë me qepën. Qepa mundet që të ulë nivelet e sheqerit në gjak. Prandaj, ilaçet për diabetin përdoren gjithashtu edhe për uljen e nivelit të sheqerit në gjak. Duke konsumuar qep së bashku ilaçe për diabetin, mundet që të shkaktojë rënje më shumë se ç'duhet të niveleve të sheqerit në gjak. Monitoroni me kujdes sheqerin në gjak. Mundet gjithashtu që të jetë e nevojshme që të ndryshoni
dozën e ilaçeve për diabetin. Ilaçet që ngadalsojnë mpiksen e gjakut, antikoagulant dhe antiplatele kundërveprojnë me qepën. Qepa mundet që të ngadalsojë mpiksen e gjakut, duke marrë parasysh se qepa së bashku me ilaçet të cilat ngadalsojnë gjithashtu mpiksen e gjakut, mund të rritet rreziku për hemoragji. Disa nga ilaçet të cilat ngadalsojnë mpiksen e gjakut janë aspirina, ibuprofeni, naproxeni e të tjerë. Por, siç e përmendëm dhe në fillim të videos, qepa mbetet një nga perimet më të shëndetshme për ju dhe për trupin tuaj, në qoftë se ju do ta konsumoni atë brenda rregullave të pashkruara. Qepa është një nga elementet bazë të gatimit dhe sigurisht trupi merr shumë përfitime prej saj. Këtu ne do t'ju tregojmë se çfarë i ndodh trupit tuaj në qoftë se ju hani më shumë qep se normalisht. Qepa e përmirëson dendësinë tuaj të kockave. Sado e çuditshme të tingëlloj, disa studime kanë zbuluar se konsumi i qepës mundet që të ketë një efekt tërësisht pozitiv në dendësinë tuaj të kockave. Ngrënia e një qepe në ditë për një muaj rresht thuhet se rrit dendësinë e kockave me 5% në krahasim me ata të cilët nuk e hanë. Qepa ul nivelet e kolesterolit dhe mban në zemrën tuaj më të shëndetshme. Të larta në vetit anti-inflamatore, qepët e zvogëlojnë kolesterolin e keq i cili është i pranishëm në trupin tuaj. Një nivel i ulët i kolesterolit gjithashtu e zvogëlon rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe nga ana tjetër e mban në zemrën tuaj të shëndetshme. Qepa stimulon tretjen. Qepët janë plot me fibra që përshpejton tretjen e duhur në trupin tuaj. Përveç kësaj, ajo gjithashtu rrit prodhimin e baktereve të mira në zorrët tuaja duke e bërë akoma edhe më të lehtë procesin e tretjes në trupin tuaj. Qepa zvogëlon gjithashtu edhe dëmtimin e qelizave dhe rrit antioksidantët. Qepët gjithashtu janë shtëpia e 25 llojeve të ndryshme të antioksidantëve të cilat janë të mira për trupin ton. Jo vetëm që antioksidantët na mbajnë larg sëmundjeve të caktuara, por nga ana tjetër duhet të keni parasysh se ato parandalojnë dëmtimin e qelizave. Qepët gjithashtu e përmirësojnë shikimin dhe shëndetin tuaj oral. Qepët vrasin bakteret e këqija të pranishme në gojën tuaj dhe përmirësojnë higjienën tuaj orale. Karakteristikat e tyre antimikrobike gjithashtu munden që të forcojnë edhe dhëmbët tuaj. Ato gjithashtu përmbajnë quercetin, një substancë e cila lufton kataraktin dhe i mban sytë tuaj akoma dhe më të sigurt. Qepa gjithashtu ju ndihmon që të flini më mirë natën. Kërkimet e bëra nga Universiteti i Colorados kanë sugjeruar se konsumimi i qepëve mundet që të përmirësojë cilësinë tuaj të gjumit. Ato kanë fibra dietike, të cilat e promovojnë shëndetin e mirë të zorrëve dhe gjithashtu lehtësojnë stresin. Qepa lufton plakjen dhe përmirëson lëkurën tuaj. Të pasura me vitamina A, C dhe E, qepët munden që të ndihmojnë që ju të arrini lëkurën tuaj të përsosur me shkëlqim që ju dëshironi. Ato zvogëlojnë gjithashtu edhe puçrat. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!